Se riformatimi i qeverisë do të sjellë ndryshime tashmë është e qartë, por çfarë ndryshime do të sjellë ky proces për koalicionin qeverisës, kjo ende nuk dihet. Kryeministri Kristian Mickoski hedh fjalë, por nuk konkretizon emra. Gjëja e vetme që deri tani dihet është se riformatimi do të ndodhë në muajt maj ose qershor. Por këtë temë kryeministri nuk e ka diskutuar as me partnerët e koalicionit. Nuk kemi biseduar, sepse edhe partnerët e koalicionit, por edhe VMRO-t e PMN kanë rigrupime të brendshme dhe ristrukturime. Unë pres që në muajin maj ose qershor të ulemi dhe të bisedojmë, dhe po, absolutisht do të bisedojmë hapur për të gjitha temat, cilat nga kuadrat të duhet të ndryshone dhe cilat jo, cilat të duhet të bëjnë rotacione, cilat portofole dhe kështu me radhë, kur të kemi më shumë substancë, do të përgjigjemi. I pyetur se nga cilat ministra Mickoski nuk është i kënaqur, ai nuk preferoi të përgjigjet. Mirëpo se ka individ në qeveri prej të cilëve kryeministri nuk është i kënaqur, këtë e ka përmendur edhe mbrëm gjatë një interviste televizive. Ai u shpreh se për disa individ ka dilema dhe rezerva, ka dyshime dhe prandaj i paralajmëron që të japin edhe më shumë angazhim. Gjithashtu ka thënë se individ të caktuar nuk po investojnë mjaftueshëm dhe po sillen në mënyrë të papërshtatshme me atë që duhet të përfaqësojnë.